Ju përshëndes zonja dhe zotrin, ju ftoj të na ndiqni, do të prekim një temë shumë të rëndësishme, natyrisht nuk kanë munguar diskurset publike, por mendoj se ka ende vend për të sqaruar, çdo të thotë dekriminalizim i pjesshëm i shpifjes, si ka mundësi që nëse një qytetar parkon dysh makinën shkon në burg dhe nëse vidhen miliona e miliarda në arkën e buxhetit të shtetit nuk shkon në burg, po do të prekim natyrisht nëse na mjaftojnë minutat edhe pak reformën territoriale. E keni kuptuar, është koha televizive e avokatit Altin Goxhaj, mirë se vjen. Përshëndetje, kënaqësi që jam përsëri. Goxhaj, ky dekriminalizim i pjesshëm i shpifjes, çfarë do të thotë njëherë, ta kuptojnë qytetarët, përjashtohen vetëm ata gazetarë që janë të regjistruar, akredituar në një strukturë, po ende është e paqartë për çfarë strukture bëhet fjalë, ndërkohë fyerja mbetet ende vepër penale, çfarë mund të themi më tepër për këtë situatë? Ne jetojmë në një shoqëri e cila ndryshe nga Europa ka një lloj lirie më të madhe juridike për të thënë gjëra që ata mendojnë se duhet i thonë. Ky është një fakt. Në Angli janë 12.000 të arrestuar për postimet e tyre në Facebook. Dhe kjo lidhet me censurën globale, e cila po shëmbet nga Amerika drejt Europës. Ju kujtoj që J.D. Vance në vitin 2025 në muajin shkurt, kur bëri takim në Mënyrë që përzon Ramën nuk e lanë të futej, që kishte marrë ftesë dhe anulluan. Fjalimi më i rëndësishëm që ka pasur ka qenë për lirinë e shprehjes në Europë që po bie. Dhe ne jemi në një realitet i cili kam shumë liri në Shqipëri për fakte rrjete sociale, po flasim që njerëzit mund të thonë çfarë duan se nuk dëgjon askush. Por kur vjen puna tek momenti që liria bëhet një element mediatik, pra që ka të bëjë me lirinë e shprehjes publike, këtu fillon problemi. Se ne kemi patur gazetar të proceduar. Pikërisht. Pra ka një diferencë midis asaj që postojnë qytetarët të rrjetet sociale, që në Angli fusin burg 12.000 njerëz të arrestuar, që është një rekord absurd në botën ku jetojnë. Dhe janë alarmuar madje institucione europiane Amerika për arrestimin e duhet gazetarit. Duhet nxjerr në pa një detaj shumë të rëndësishëm që njerëzit nuk e njohin. Amerika ka kthyer në politikë shtetërore, diplomatike, marrëdhënie me shtetet lirinë e shprehjes, duke vënë në maj, duke vënë prioritet të prioriteteve. Dhe raporti i Amerikës me Evropën është kondicionuar edhe nga ky element. Dhe kjo ka të bëjë me fuqizimin e forcave konservatore, që në Shqipëri mungojnë dhe ne në datë 28 shkurt, ja kujtoj gjithë publikut, ne do bëjmë kongresin e parë të një force konservatore në Shqipëri. 28 shkurt. 28 shkurt. Keni zgjedhur një datë pak të brisht. Kemi zgjedhur avokat nuk do të mund të bëni përvjetore. Jo, mund të ishte data 29 dhe atë kemi diskutuar edhe me humor, kemi thënë ta bëjmë 29 që ta kemi detyruar një herë 4 vjet. Kështu të mbrojmë kryetarit, mos iki kurrë nga kryetar. Bëjmë shaka, sepse këtu në Shqipëri kështu funksionon, kur je kryetar i një partie, se thosh ti shkulje shkurru. Unë për 3 ditë dashdoreqe sa marrën zgjedhjet, për faktin se nuk pata rezultatin që duhet kisha dhe e gëzova postën e kryetarit vetëm për 5 muaj, 4 muaj e gjys. Por i rikthehemi kësaj se janë 18 organizata që kanë kërkuar dekriminalizimin e plot të shpifjes, kanë shfaqur kundërshti akademik, shoqëria civile, jurist, flasim për pasiguri juridike, mekanizma kontrolli mbi gazetarët në kundërshtim me parimet themelore të lirisë së shprehjes dhe natyrisht të informimit publik. Për këtë po flasim. Ky është problemi. Tani ne kemi media. Në Shqipëri, të lutem, fokusojmë bisedën në Shqipëri. Tani, ky trendi amerikan që po vjen në Evropë, vjen edhe në Shqipëri, dhe një nga prioritetet më të mëdha të monitorimit të gjendjes politike në Shqipëri nga Amerika është dhe liria e shprehjes. Problemi ku qëndron? Problemi qëndron që njerëzit nuk e dinë historinë se pse kemi të kriminalizuar shpifjen në kodin penal dhe nenet e Shqipërisë janë kështu pak të egzageruara. Po unë do të kujtoj një histori në vitin 2012, kur po bëheshin ndryshimet në kodin penal, kur kishin bërë gjithë premtimet e klasës politike, raport me Bashkimin Evropian, ku propozimi i qeverisë Berisha në atë kohë ishte për të dekriminalizuar shpifjen në vitin 2012. Dhe kishte rënë dakord me ekspertë huaj për shkak se Shqipëria duhet si thosh të ndërtonte një standard që liria e shprehjes mbrohet në kodin penal, pra nuk preket, por në aspektin civil për shpifjen, për fyerjen, kishte ne të caktuara që ti mund të bëje pa ditë civile. Pra nuk e kriminalizon individin,
por e vendosë përballë sanksioneve financiare. Në atë moment, unë isha i vetmi në gjykatën penale në Tiranë, që kisha 2 gjyqe me Erion Velin, Endri Fugën, Arben Maznikun dhe Arbër Velin, vajnë Erion Velis, për akuzën e shpifjes, cilat i fitova si gjyqe, si në shkallë parë dhe në shkallë dytë. Pra në vendim formës parë. Problemi që ndronte që unë isha në proces gjyqësor. Dhe Gramuz Ruçi në atë kohë tha që ne nuk do të dekriminalizojmë shpifjen në kodin penal. Tani mendoni pak. Opozita e atëhershme, që sot është refuzoi që të dekriminalizojë shpifja kur pushteti kërkonte të ta dekriminalizonte. Pra të mos jetë vepër penale shpifja, por të trajtohet në kodin civil. Pra dikush që shpif për dikë paguan publikisht sanksione. Avokat, për qytetarë që kanë minimumin e informacionit juridik, nga ndryshon përfshirja në kodin penal dhe kodin civil, pra flasim për Gjobë dhe Burg në këtë rast, apo jo? Nuk është vetëm thjesht Burg, është dënimi penal. Dënimi penal. Pra dënimi penal është dënim penal. Që reflektohet pastaj në dëshminë e penalitetit. Ju pat vetëm pak ditë më parë se si Agron Sheja ishte në gjyq për fyerje dhe shpifje. Dhe u shpalli pa fajshë për shpifjen dhe u dënua për fyerje. Dhe kjo është vepër penale. Pra kjo është ti ke bërë një vepër penale. Natyrisht kundravajtja është si format ligjor i fjalës, por kjo është penale. Civile është çfarë do thotë? Është njësoj si 2 persona që kanë një mosmarrveshje financiare për një pronë dhe fiton njëri humbet tjetri. Pra, shpifja në të gjithë Europën dhe fyerja trajtohen në kodin civil, nuk trajtohen në kodin penal. Arsyeja pse përdoret në Angli arrestimi i njerëzve për rrjetet sociale lidhet me atë që ata e quajnë gjua urrëti, që është pjesa e agjendës LGB që thotë George Soros nëpër Europë, për të ndëshkuar njerëzit që guxojnë dhe flasin. Por përdoret argumenti i gjuhës urrëties. Në Shqipëri ne kemi këtë kod penal i cili të dënon me 30 milion lekë. Avokat, më lejo të lutem, po flasim për shpifjen dhe për fyerje. Natyrisht shpifja mund të hidhet poshtë ose jo, po kur ndalojmë te fyerja, është e frikshme për çfarë dëgjojmë në seansat plenare. Pra kur një parlamentar opozitar del flet për korrupsionin, i thonë mos fyej. Dalin citojnë të vërteta të patjetërsueshme dhe përsëri e konsiderojnë fyerje. Pra kush e ndan shapin e sheqerit çfarë është fyerje dhe çfarë jo. Pra nëse thua ke vjedhur buxhetin e shtetit është fyerje, mund të dënohesh për fyerje. Ti thua hajdut e Diramës. Nëse i thua hajdut dënohesh për fyerje. Hajdut e Diramës do thotë ta fyesh. Se kjo është e rrezikshme pastaj. Që do thotë kur dalin protestuesit dhe thonë Orama ho hajdut, të gjithë ata mund të procedojnë penalisht. Apo jo? Bim dakord për këtë gjë? Po prandaj hajduta është fyerje. Ta sqarojmë. Bukur. Edhe Agron Shejaj, që bëri një gjyq shumë të dobët, nuk diti të bëjë një gjyq, e këtë e them publikisht, e kam thënë publikisht, e do ta them prapë, që i dha, si thosh, Adriatik Lapajt avantazhin e fyerjes, e bëri sepse ishte i paaft në procesin gjyqësor për të argumentuar disa fakte publike, sepse as nuk i kishte ndosur. Ndërkohë që unë do ju kujtoj këtë rast që vetëm para 2 javësh, organizata LGBQ të Sorosit kanë çuar në gjyq për shpifje Andrea Bregun, aktivistin Andrea Bregu, sepse ka publikuar rrogat e tyre të organizatave LGBQ dhe të organizatave. Dhe kjo është fyerje. Dhe jo, ata kanë quajtur shpifje. Shpifje. Por ndërkohë që dokumentat që janë aty tregojnë qartë që ata e kanë bërë gjyqin jo për ta fituar, por për të mbajtur në presion të shantazhuar aktivistin Andrea Bregu, sepse dokumentat janë origjinale, kanë dalë rrogat, janë publike, dhe ata kërkojnë nga Andrea Bregu 30 milion lekë dëmshpërblim në gjykat penale për publikimin e rrogave të tyre nga Sorosi dhe nga organizatat ndërkombëtare të lidhura me Soros. Që është një fakt publik që kanë dalë në vitin 2021, 2022, 2023 dhe këtë e kanë bërë për të shantazhuar. Pra këto ligje, këto nene, për çfarë duhen, se këtu është sekreti. Duhen për të marrë në shantazh dhe presion qytetarët. Dhe kur mendojnë që këto gjyqje i bëjnë vetë organizatat e Sorosit të drejtave të njerëzit, që duhet dekriminalizojnë shpifjen, ti e kupton që kjo nuk është një çështje e vogël, kjo është një çështje politike e rëndësishme, që është një mjet shantazhi. Tani shkojmë ke pjesa gazetarëve dhe e qytetarëve. Kush e ndan shapin nga sheqeri tek fyerja, që është vepër penale. Pyetja është kush i ka organizatat e gazetarëve në Shqipëri? Ti marrë me radhë. Të gjitha financohen nga Sorosi. Dhe kriteret për to përcaktohen nga Sorosi. Edhe organizata më e fundit e krijuar nga Isa Myzyraj është prapë pjesë e këtij networku.
Dhe këto organizata kanë pas detyrë. Nuk po shqetësohemi për organizatat Jo, e jo, gazetarëve, po flas për tani Goxha, i flasim jo, po flas për gazetar dinjitoz. Më fal, po flas për ta, flas për organizatat e drejtave që vajten në parlament për këtë ligj. Okay. Domethënë këto nuk e mbrojtën kauzën. Sepse janë të shitura se kanë hall të fuqizojnë organizatat, jo gazetarët. Dhe këto e shitën kauzën nga mënyra se si e bën procesin e pjesëmarrjes të këtë proces. Tani ku është sekreti? Unë njoh shumë gazetar, të cilët refuzojnë të jenë pjesë e këtyre organizatave. Për arsye politike të pastra, për shkak se këto organizata janë kthyer në mekanizma të pushtetit sorosial në Shqipëri. Dhe mënyra si këto reagojnë për rastet e gazetarëve janë fake sa për të legjitimuar ekzistencën e tyre, po jo për të mbrojtur realisht gazetarët. Dhe arsyeja pse ata e bën që vetëm gazetarët e regjistruar në organizatat e Sorosit do gëzojnë përjashtim nga ligji. Akredituar dhe nuk e thon ku, dhe kjo është antikushtetuese. Pse është antikushtetuese? Sepse ti nëpërmjet një fjale në kodin penal, ti heqi të drejtë kushtetuese. Pra ti guxon dhe vendos një kriter, i cili është një kriter fake. Sepse ky kriteri pse është fake? Sepse në momentin që ti thua të regjistruarit ku, si, qysh, nga, çfarë, ti ke përcaktuar një amullit plot, ndërkohë që me vull të vinë vetëm ato të Sorosit. Pra është bërë ligj për të mbrojtur gazetarët e Sorosit me kompromisin dhe pazarin, një lloj tradhtie do ta quajmë në drejtën e lirisë shprehjes mediatike në Shqipëri, nga organizatat e Sorosit me njerëz të Soros. Dhe këtu vim ke çështja, si zgjidhet ky problem? Ky duhet të qenë gjykatë kushtetuese. Pra këtu e vetmja zgjidhje për të mbrojtur lirinë e shprehjes është me përfundu gjithmonë në gjykatë kushtetuese, sepse ky parlament bën ligje antikushtetuese. Sepse ky parlament është kundër kushtetutës, për më tepër që vetë kushtetuta ka kthyer në lëvere, qëndrojnë e lëvizin sa duan, dhe në këtë moment ne kemi një bilanc që ndryshimet kushtetuese janë bërë gjithmonë bashkëpunim pozit-opozit. Dashmesh koalicionet zgjedhore, dashmesh gjithçka tjetër, sepse nuk bëhet dot pa 98 ca vota, apo jo. Pra gjithmonë kemi pasur një pazar që kushtetuta është bërë një lëvere në bashkëpunim, dhe akti më i madh kriminal kundër kushtetues dhe kundër shqiptarëve është bërë bashkëpunim PDPS në 2008, kur ata bën ndryshimet e mëdha kushtetuese për kodin zgjedhor, që ndan Shqipërinë atë lloj forme që gjithmonë Rama të qëndrojnë pushtet për herë, sepse vërtet PD-ja mendonte se do të shfrytëzonte. Po koha ka treguar që ata kishin pazar të vjeçar pushteti, ne do kalojshin PS-s në atë kohë. Pra ne kemi në vitin 2012 Gramoz Ruçin, që për t'i bërë favor Erion Velis, që ishte i vetmi në gjykatën penale Tiranë, që kishte bërë padi për shpifje, bashkë me Endri Fugun, Arben Mazdigun dhe Arbër Velien, ata ju kundërvun gjithë institucioneve ndërkombëtare europiane për të mos e hequr kriminalizimin e shpifjes nga kodi penal, që ishte në opozit në atë kohë. Dhe sot ne kemi një debat të dobët, pa ngjarje politike, pa debat publik, pa një angazhim mediatik për ndryshime të rënda në kodin penal. Tani çfarë janë këto ndryshime të kodin penal që t'ia shpjegojmë shqiptarëve? Unë do të citoja një status të Armir Shkurtit, i cili thoshte: më së fundi kthyen tradhtin kombëtare në kodin penal. Dhe ja, pra ka ndaluar të bësh seks jashtë shtetit, se të fusin burg, po bëre seks jashtë shtetit. Pra ke tradhtuar Shqipërisë se ke bërë seks brenda Shqipërisë me shqiptare, po bëhet me të huaja. Dhe në kodin penal të fusin burg, e dini ju këtë? Për të bërë seks. Po, edhe nëse parkon dysh. Po pra, po shi çfarë absurditete shqetojnë. Në vendin ku ka mungesë të theksuar infrastrukture parkimi, mbi vendosen politika ndëshkuese gjithmonë. Pra nëse ti shkon në një vend ku ka bordelo, rasti i Hollandës, apo jo? Në Bashkimin Evropian, apo jo? Dhe këta shkojnë në bordelo në Hollandë, dënohesh me burg në Shqipëri. Kjo duket absurde njerëzve. Kjo është kodin penal. Organizimi i turizmit për qëllime seksuale. Më fal, po, a është bashkim, a është Hollanda? Ndërkohë që ka drejthije sa i takon këtij aktiviteti dhe në Shqipëri, jo? Po problemi është që nëse unë shkoj në një vend që lejohet prostitucion. Këtu është e paligjshme. Dhe ti dënon shqiptarin pse ka tradhu bordelot shqiptare dhe ka shku ke bordelot holandeze, ky është vetëm ndryshim për tradhtin kombëtar në kodin penal. A kuptoni se çfarë fjalë idiote po them unë sot, por nuk janë dhaq idiote kur mendojnë që janë shkruar në kodin penal. Domethënë ne jetojmë në një absurditet ku shteti ndërton skema siç është parkimi dysh e të tjerë për të mbajtur shantazh dhe presion qytetar. Pra nuk kemi të bëjmë me ndryshime të kodit penal. Kemi të bëjmë me represion të kodit penal për të çoroditur dhe për t'i thënë qytetarëve që unë të fus në burg për çfarë të dua unë.
Dhe në këtë logjik që ne jemi, ne kuptojmë që ky kod penal është i ndërtuar, s'po them në aspektin teknik që është skandal. Me Google Translation, me inteligjencë artificiale është gjëra. S'është dot kush më e bëu ato gjë. Vetëm urdhët e Edi Ramës kanë përcaktuar ndryshimin në kodin penal. Po nga ana tjetër ne kemi një reagim shumë të dobët në lidhje me këto gjëra nga gjithë palët, siç janë gazetarët për shembull, që është shoqata e gazetarëve, që sot duhet kishin thirrur protestë gjithë gazetarët e Shqipërisë, apo jo? Sepse ky ndryshim në kodin penal ka diskriminuar, duke ndarë veç pro-sorosianët e Shqipërisë në raport me anti-sorosianët e Shqipërisë. Pra këtu kushti që të mos të dënohesh penalisht është thjesht me Sorosin. Ky është, si thosh, realiteti jon i kodit penal, ky është problemi. Ndërkohë që po në këtë parlament tani po diskutohen kodi zgjedhor dhe kodi i reformës territoriale. Dhe unë në këtë emision kam shpjeguar që është shumë e rëndësishme t'i kujtojmë opozitës që duhet marrë me çdo kusht pjesë në reformën territoriale. Loja për të mos marrë pjesë opozita në reformën territoriale është denoncuar nga unë në emisionin e Olon Kalas muajin më parë, ku kam shpjeguar që projekti anti-shqiptar i reformës territoriale në bashkëpunim me Greqinë për të ndërtuar një skem fake minoritare nga Finiqi, Konispoli, Delvina, Saranda, Animar, për të krijuar një korridor siç e ka Ukraina me forcat ruse, pra një korridor nga Rusia në Krime. Më kuptoni logjikën? Në këtë rast me Greqinë, po thonë. Po, është punuar në marrëveshje PDPS me Greqinë që të krijojnë hapësirën që në Shqipëri të krijohet një korridor minoritar, bregdetar i detit jon me minoritet brenda. Dhe projekti i tyre është që të bëjë një reformë territoriale, që të shpikin minoritet toksor, duke bërë një shkrirje komunash mbal bashkish. Se s'ka më komuna? Po, shkrirje bashkish në mënyrë që të ndërtojnë skemën. Ndoshta njësi administrative. Fiks. Jo, po ata duhen ta bëjnë në formë bashkie, që të thuhet që këtë bashki ka minoritet grek. Për të krijuar një korridor. Pra një korridor nga Greqia, Finiqi, Konispoli. Minoritet grek ka. Po nuk është toksor. Çdo thot, ka ndërprerje. Për shembull Delvin nuk ka. Në Konispol nuk ka. Atëherë ç'bëjnë? Bëjnë? Me që është ndërprerë vija, e bashkojnë vijën duke bashkuar kufit administrativ. Ç'do thot? Do thot që të ndërtojnë një skem të tabelave greqisht në gjithë detin jon. Po nga Konispoli, llogarisni. Dhe këtë po bëjnë. Kjo është arsyeja, thoni ju, që ndërhyn tani në. Kjo klasë politike është e shitur në Greqi. Është klasa e Sorosit kjo. Këta kanë një projekt anti-shqiptar kundër Shqipërisë, ata që janë në mafien Soros për të ndërtuar Izraelin e ri shoqërisë, por fillimisht fillon coptimi i Shqipërisë dhe degradimi i Shqipërisë. Dhe këtu është pazari i gjithë 100% me Greqinë. Dhe si PS, si PD, heshtin për këtë akuzë, që kam 3 muaj që e bëj, dhe e vërtetoj me dokumenta se si këta fillim thanë nuk do marrin pjesë në reforma territoriale, opozita. Dhe këtë quan Vangel Dule. Pra Vangel Dule ishte i vetmi përfaqësues opozitar në Komisionin e Reformës Territoriale, dhe PD-ja për shkak se ka sherrë me PS-n nuk shkon në reformën territoriale. Njësoj me Luzim Bashën në 2014, nëse e mbani mend, që u bë kjo hartë e çmendur administrative që i garanton Ramës pushtetin absolut, apo jo. Dhe në këtë lloj logjike, këta unë i kam bërë gjithmonë apel, shkoni atje, lojrat me Bashën i mësuam, e kena lexuar herë këtë libër, nuk na hidhni dot prap. Pra unë ngrej këtë si alarm në emisionin tënd, pikërisht për të kujtuar opozitës si ne e dim lojën dhe i kemi në sy, po i shohim. Ata du ta kenë shumë mirë parasysh akuzën për tradhti kombëtare, nëse guxojnë dhe bëjnë lojra me Ramën, që jo shkova, jo nuk shkova. Do shkojnë atje dhe do ta pezullojnë këtë proces, se kanë dy bashkëkryetarë. Po kanë dy bashkëkryetarë. Kartonët nuk i kanë. Jo, po kanë 2 bashkëkryetarë në komision. Dhe komisioni është i lidhur me ndërkombëtarët. Kanë 2 kryetarë, s'du ta humbasin kur bashkëkryetarin atë komision. Dhe ju e pat, si ta ulan balla, tha vetëm 4 ditë më parë, që nëse nuk vini, do heqin bashkëkryetarin. Apo dhe ne prapë i bëm alarm, po si e heq balla bashkëkryetarin? Nëse s'vjen, votojmë dhe heqim. Hajdeni. Hajdeni. Votimit. Pra hajdeni. Pra duhet vini dhe unë them duhet shkojnë, po jo vetëm të shkojnë, se këtu është problemi. PD-ja ka dini të ketë bërë ndonjë aksion politik, publik, qytetar, që kur është hapur debati për reformën e pra që kur morën bashkëkryetarin për të marrë pjesë publiku në këto debate. Jo, pse? Se siç është mësuar grupi i PD-s, me në krye grupi negociator që ka shkatruar kodin zgjedhor dhe gjitha ligjet dhe reformat, duke zhytur për herë më shumë Shqipërinë në pushtetin absolut Ramës, është grupi i Bylik Bashit, Gazbardhit,
Ivi Kasos, pra grupi juristëve të PD-s, dikur ishte edhe Eduard Alimi. Ky grupi juristëve të PD-s është grup kriminal në Shqipëri. Pse them grup kriminal? Po që kur është marrë ky me reforma zgjedhore, çdo reformë që është bërë në Shqipëri ka shkuar për të adopsuar opozitën dhe demokracinë. Dhe çdo vendim që kanë marrë në favor të interesit të karrikës tyre personale. Mbani mend 2024, kur bën ndryshimet kodin zgjedhor dhe vun listat e mbyllura, apo jo? A ishte shkatërim i çdo lloj mundësie? Po si përfundoi gjithë ky proces në raport me listat e mbyllura dhe në raport me koalicionet e mëdha? Bëri që Rama të shtoj plus 7 deputet, apo jo? Po ta marrësh nga 2008. Pa llogaritur denoncimet e krimit elektoral pastaj, pa hetuar. Jo vetëm kaq. Vetëm për reformë. PD-ja refuzon publikisht të tregoj se ku është manipuluar zgjedhja, sepse dalin që i kanë shitur zgjedhjet. Oert Bylikbashi, Ivi Kaso, Gazbardi kanë po ka 10 qindra denoncime publike me video, kjo është rrena e madhe. Kjo është gënjeshtër. Sepse ne kemi çuar dokumentat dhe kemi cituar nga USB-ja. Unë jam i vetmi njeri nga Shqipëria që jam cituar me emër dhe me mbiemër nga raporti i Odirit, edhe para pragu dhe përfundimtari, që të gjithë sistemi digjital ishte mashtrim. Ishte një gënjeshtër e madhe. Ti votoje 10 herë, po doje. Dhe këtë e bëri PD-ja me PS-n, sepse u shantazhua nga KQZ-ja që ju keni marrë lekët e tenderit të pajisjeve të Sorosit, prandaj heshni. Dhe i kanë shku Berisha. Për çfarë vit bëhet fjalë? Për cilin vit po flisni tani? Të gjitha vitet. 2025. PD-ja ka bërë tenderin e pajisjeve të Sorosit dhe ka fshehur krimin elektoral që është bërë, që gjëja identifikimi biometrik është i vërtetë, është i rrem. Nuk ka si identifikim biometrik. Është gënjeshtër. Dhe arsyeja pse është? Ku e bazoni këtë akuzë, avokat? Pse është i gënjeshtër? Pse është i rrem? E fute gishtin ti ke makina? Po. Ti mund të futesh 10 gishta aty apo? Pra ti mund të kesh 10 karta. Apo? Jo, një mund të ketë. Po ne kam dhënë me prova video. Domethënë, në Fox News ne kemi prezantuar me prova video që kemi qenë 2 veta, kemi votuar për 3 vetë. Po asnjëri për vete. Unë kam votuar për Armando Vrushin, ka eksperimenti KQZ-s në përënit të OSBE-s. Pra ne është cituar raportin e Kjo Odirit. ka qenë eksperimentale kur keni votuar për të tjerë? Ishte prova pra, testim. Unë votova për Armando Vrushin, që ishte në atë kohë në kryetari i Partisë Aleanca Konservatore, unë isha kryetari, se tash do bëhet kongresi dhe s'kam moshë. Por ai votoi për mua, votoi dhe me karton, me cop karton. Të 3 votuam. Të 3 na njohum makinën sikur votosh. Që do të thotë me 10 gishta ti voton 10 herë. Ma kuptove logjikën. Dhe ne kemi provuar këtë që gjithë ky ishte një proces, sepse ne na del që janë 150. Dhe ju futët në zgjedhjet e 2025-s dhe i denonson dinit këtë. Po shkova edhe në gjykata, kolegj zgjedhur, ku s'kam shku për ato gjëra. Kisha kundër gjithë PD-PS. Dhe mbi gjitha që ishte më rëndësishme, ne provuam me video dhe me prova, të cilat u referuan në raportin e Odirit, për të cilat hesht PD-ja. Pse është PD-ja? Sepse janë këta që kanë kërkuar dhe janë këta që kanë bërë pazarin, sepse janë këta që kanë bërë tenderin dhe lekët për katse, sepse Rama u tha, ju bëni tenderin, unë marr votat. Dhe prandaj të shantazhuar dhe është një klasë politike fake. Dhe në të diskutim që bëhet tani për reformën zgjedhore, ata prap heshtin për këtë temë, sepse këtu janë pajisje Smartmatic të Soros. Pra, koncepti ku është? Ne kemi të bëjmë me një lojë të ndyrë që po bëhet në Shqipëri, ku opozita ka vetëm një hall. Ju keni propozime për reformën territoriale? Unë dua të kujtoj një lajm të mirë këtë javë. Të lutem, jemi në 2 minutat e fundit. Një lajm të mirë këtë javë, u mblodhën shumë qytetarë, shumë aktivistë, edhe të Sorosit dhe të anti-Sorosit. Kjo është e veçanta. Po pra, kjo është e veçanta, da bëm bashkë disa aktivistë qytetarë, të cilët, si thosh, nuk kanë kështu dallimesh dhe ishte era parë që bashkoheshin në një tryezë. Mendon, në aty kisha gjysmë njerëzve që kisha akuzuar që janë Sorosit. Dhe aty kishim dhe plot anti-Soros, kishte ndodhur ndonjëherë, kupton? Dhe paraqitëm iniciativë qytetare për të krijuar një presion popullor qytetar për ndryshime në kodin zgjedhor, të cilat mund të reduktojnë këtë proces manipulimi, që përfshin gjithçka, edhe pajisjet, edhe listat e hapura të mbyllura, edhe edhe komisionerët zgjedhor që të jenë jo të partive, po të jenë profesionet e licencuar etj. Dhe sapo ka filluar kjo iniciativë ditën e premte partia. Dakor, do na duhet një emision tjetër për të folur posaçërisht për këtë iniciativë. Unë vetëm të kujtoj edhe herë qytetarëve, kushdo që mendon që ka ardhur koha në gjithë Europën që fryma konservatore trumpiste të pushtoj Europën dhe këto 4 vjet. Ke filluar fushatën, ëh? Jo, ka 4 vjet që po ndryshon tashmë. Përballë, kemi 4 vjet në Gjermani, me AFD-n dhe kudo tjetër. Ne tash në këtë moment thrasim këdo, datisë të shkurt, që ta kuptoj që ky është çasti jon. Jemi vetëm shtet pa forcë konservatore.
hajde të vim sepse janë të vetmet që kanë mbështetjen e Amerikës. Dakor. Faleminderit. Do ta shohim. Goxha, faleminderit. Faleminderit edhe ju zonja dhe zotrinj që na ndoqët.